Rilidhemi sërish me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjeve Civile, që kemi në këtë moment zotin Hasanaj për të bërë së bashku një bilans të flakëve. Ju përshëndes sërish, më dëgjoni besoj. Ju dëgjoj. Flasim pak për vatrat aktive në rang kombëtar, sa ekipe kemi në terren për të mbajtur në kontroll situatën e flakëve? Atëherë, ashtu siç e tham, janë rreth 5 vatra aktive në gjithë territorin e Republikës. Dhe të gjitha janë në monitorim, forcat janë në terren dhe po veprojnë për të izoluar. Një pjesë e mirë e tyre është arritur izolimi dhe po punohet për fikjen e plotë të tyre. E qartë, ka një hartë të kuqe, mund të themi, kanë autoritetet një hartë të kuqe të paktën të orëve të fundit se ku mund të kemi aktivizim apo cilat zona paraqesin rrezikshmëri të lartë, mund të rikthehen sërish flakët në kruj apo kemi një situatë të qetë? Deri tani situata është e qetë. Megjithatë, ne do të presim orët në vazhdim për të parë ndonjë riaktivizim të vatrave të zjarrit brenda perimetrit të tyre. E qartë. Nga një analizë që mund të keni bërë orët e fundit, ndonë se e di që jeni në kushte të vështira në koordinimin e punës dhe grupeve në terren, mbetet gjithmonë fenomeni i aktivizimit të vatrave nga dora e njeriut, se pam kryen që kishim një 73 vjeçar të arrestuar, pam dhe Tiranën një 70 vjeçar tjetër të arrestuar që ka hapur një vatër të re zjarri? Të paktën në opinionin tonë është ky konkluzion që pjesa më e madhe e vatrave të zjarrit të shfaqura janë nga dora e njeriut. Megjithatë, fjala e fundit është e ekspertëve të zjarrit, të cilët ata do të thonë, do të nxjerrin konkluzionet e tyre për përcaktuar nga ka ardhur shkaku i zjarrit. E qartë. A mjaftojnë grupet e punës që kemi në terren për t'i paraprik kësaj situatës edhe ekspertët kur shohin, mund themi, nivelin e temperaturave dhe rritjen eksponenciale që kanë patur këtë verë, mbase bëjnë dhe një hartë rreziku dhe një interval kohor të llogaritur që temperaturat e larta mund të shkojnë edhe për te 15 shtatorit?